Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mathalul mu'minina fi tawaddudihim, shembulli besimtarëve në raport njëri me tjetrin, lidhshmërinë me njëri tjetrin, shqetësimin ndaj njëri tjetrit. Mathalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadin wahid. Shembulli muslimanëve, shembulli besimtarëve në raportën dhëmshuri ndaj njëri tjetrit është sikur trupi njeriu. Idha tada'a lahu as-sahru bis-sahri wal-hama, ashtu siç kur trupi ka një pjesë, pra ka temperaturë, shqetësim një pjesë e trupit, i tërë trupi shqetësohet. Nuk ka musliman anë kënd botës që nuk ka dëmshuri për atë çfarë është duke bë padrejtësi muslimanëve të Palestinës, në veçanti qytetarëve të Gazës. Para 7 shekujsh muslimanët qendër e kishin Bagdadin. Ishin pothuajse qyteti i parë që kishte ndriçim atë botë. Në të gjitha aspektet ishte fuqi. Khilafeti ishte Abasid. Por që nga vdekja e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe deri në ditët e sotme nuk janë sprovuar musliman me armiq më të mëdhej, më të pamëshirshëm se sa mongolët, tatarët. Tatarët e rrethuan Bagdadin. Brenda një dite, për të mos thënë 1 milion, afër 800.000 musliman u ekzekutuan brenda 24 orë. Kështu vepruan tatarët. Kështu vepruan egërsirat. Kështu vepruan njerëz që nuk kanë frikën Allahut. Por kush ishte bashkëpunëtor i tatarëve dhe cilat ishin faktorët që erdhën deri në këtë gjendje? Sepse muslimanët nuk duhet merren me fajsorin me të pashpirtët. Sikur një bari që ka një kopel delesh. Dhe duke kullot, kur pa pritmas ujqit nga gjitha anët, ja sulmojnë qingjat. Ai dëshpruar nuk merret me ujqit, me kafshët e egra, por thot, mirë për mu që nuk isha i përgatitur, s'kisha pushkën, s'isha ai që mbrojta kopën time. Kush ishin bashkëpunëtorët e tatarëve që i dobësuan muslimanët dhe bën atë krim të madh? Ishte nga brenda muslimanëve një rafidi i khabith, al-Alqami, që ishte sikur sot që është Irani sot. Rafidiyun, një pabesimtar që paraqitet që është musliman, por që urren islamin dhe muslimanët më shumë se sa jehudët dhe kristianët. Sot e 40 vite që nga dalja e Hamasit si lëvizje, asnjë shtet musliman nuk përkrah lëvizjen e Hamasit. Në konceptet e lëvizjes së vëllazërisë muslimane, sepse shtetet arabe janë shtete të shitura. Në konceptin e tyre dhe në mendjet e xhavarixhve, këta janë taguta, këta janë të pashpirt, këta janë vegël e perëndimorëve. Kështu thonë, kështu mendojnë, kështu e kanë bindje. Mirë po, që nga themelimi i kësaj lëvizje,
Hamasi nuk financohet nga vendet arabe. Nuk përkrahet nga vendet arabe. Udhëheqësit e tyre me qartësi e thonë, asnjë shtet musliman neve nuk na përkrahu, përveç Iranit. Dhe këtu për njerëz që kanë logjik, dhe kanë krenari dhe dignitet dhe njohin historinë, e kanë qartë më se Rafidat, që sot i quajnë Shia, por ata janë Rafidi, janë rrymë pabesimtarësh, që kanë ambicie me ardhë në Mekë dhe në Medinë dhe me vendosë varret dhe me adhuru në vend të Allahut varret. Këto janë ambicjet e tyre. Pra financimi, mbështetja kryesore që i bëhet lëvizjes së Hamasit është nga Irani. A mendoni që Irani ka dëshirë me shliru Palestinën? Mund të ketë si njerëz naiv. Po asgjë nuk i lidh ata me Palestinën, sepse Palestinën e kanë shliru gjatë historisë. Omer El Faruq, që ata e urrejnë më shumë tin tokë, dhe e ka shliruar Salahuddin Ejubi, i cili i ka shkatru shtetin e Fatimive në Egjipt. Asgjë nuk i lidh Iranin me Izraelin, pos dëshira për të shkatru Islamin dhe muslimanët. Kjo është një kuptim i atyre që janë brumosur me selefia dhe ndjekin dietar dhe kanë udhëzim librin e Allahut, Kur'anin dhe Sunetin, jo demokracinë, jo ideologji të ndryshme. Neve na ka mësu Islami, feja që ka zbrit Allahu, Suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, për çështjet politike që ju takon udhëheqësve të shteteve muslimane. A gabojnë, a zgabojnë? Ajo është përgjegjësinë mes tyre dhe mes Allahut. Dorsa neve na ka qartësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ne nuk kemi faj dhe nuk kemi përgjegjësi për ata njerëz që nuk e dojnë Sunetin. Kanë ambicie, mbi ta dominon epshi, jo qëndrueshmëria. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju mund shihni gabimet e ta, që nuk ju pëlqejnë. Amo ajo që ka kërkon Allahu, addu ma alejhi, ju e keni hak me qenë afër tyre, me i përkra ata, me i mbështet ata, me lutë Allahun për ata. Sa çuditshme. Sa është për të habitur me pasues të bidatit, që 20 vite lutën kundër udhëheqësve musliman. Bojnë dua kundër tyre. Marrin shkaqe, bashkëpunojnë me të gjithë pabesimtarët, me lëvizje të ndryshme, me rrezu shtetet muslimane. Rmuja, ata janë tagut, ata janë pabesimtarë, dhe në fund thonë, pse s'ju ndihmojnë muslimanëve. Po ti po lutesh 24 orë, që 20 vjet kundër tyre tani kërkon nga ata me t'i ndihmu muslimanë. Është keqësisht e çuditshme. A dini cila është fitnja e parë mesin e muslimanëve që nga vdekja e pejgamberit alayhi salatu wassalam? Në kohën e Abu Bekrit radiallahu anhu, pasuesit e epsheve nuk patën mundësi asnjë hap të bëjnë dëm. Erdhi Omer radiallahu anhu, asnjë hap. Në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, i cili ishte me jetë më të gjatë, Uthman ibn Affan, mesin e muslimanëve erdhi një jahudi që e kishte emrin Abdullah ibn Saba. Ai ishte paraqitur si musliman, por me projektet jahudive. Dhe ju tha, dëgjoni o musliman, o qytetarët e Medinës, Uthmani radiallahu anhu nuk po gjykon me drejtësi, po ju bën pa drejtësi, dhe problemi i muslimanëve është udhëheqësi. Dietarët e Medinës, sahabët, e perceptuan se ky është njëri i fitneve, e nxorën nga Medina. Dhe ai u largua dhe shkoi në Egjipt dhe vërdallu silte dhe i bashkonte njerëz të epsheve, se problemi muslimanëve qenë nga të udhëheqësit. Ja ku është problemi muslimanëve. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha tabaya'tum bil'ina, kur ju të mirreni me
në këtë pjesë ka përmend një pjesë të kamatës. Pra kur të merrni me harame, wa akhadhtum adhnab al-baqar, dhe ecni kapeni për bishtat e lopëve, është për qëllim kur të fokusohej më shumë, kur ta keni prioritet tregtin dunjan para dinit. O raditum bizar, pra tregtia është mbi fen. Wa taraktumul jihada, dhe e braktisni gjihadin. Sallat Allahu alejkum dhullen, Allahu ja u dërgon muslimanëve një pushtrim, dhe nuk ja u hekat pushtrim. Dhe të pjesa e fundit të hadithit, këtu bëhet diferenca e kuptimit fesë. Ata që janë devijuar, khawarij, tekfiriyun, el-hizbiyun, el-ikhwan, xhamaat, fraksionet të ndryshme, që janë të shpikura, që janë nda nga rruga e selefus salih, deri këtu ndalen. Ndërsa ata që do të vazhdojnë dhe të mbeten deri në ditën e gjykimit, hap pas hapi pas rrugës pejgamberit alayhis salatu wassalam, fokusohen mu pikrisht të mesazhi kryesor i këtij hadithi. Hatta tarji'u ila dinikum. Nuk heket ky pushtrim derisa të ktheheni në fenë juaj. Hatta tarji'u ila dinikum. Derisa të ktheheni në fenë juaj. Pra, që me qenë mostër, me qenë shembull, suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të dashur musliman, është dhimbshme kur shohim sot se si vritën fëmijët të pafajshëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam 13 vite në Mekka bën të durim. Asnjëherë nuk i merr të shkaqet që të luftohen nga mushrikët. Ja një shembull. 360 idhuj në Mekka, asnjëherë me dorën e tij nuk i prekte pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pra asile rreth Qabës dhe nuk i prekte idhuj. Ibrahimi alayhis salatu wassalam çfarë bëri me idhuj? I prishi dhe i shkatroi. U mblodhën tërë populli atë botë. Than, kush mund ta ketë bërë një gjë të tillë me na i prish zotrat tanë? E flitet që është një djalë ka emrin Ibrahim. E morën Ibrahimin. Dhe i than, ti ke bë këtë, e hudhën zjarr. Kështu do të vepronin edhe me Muhamedit alayhis salatu wassalam, do t'ja vrisin edhe fëmijët edhe gratë dhe të gjithë Mekka, po të vepronte me idhuj. Por nuk e bëri një gjë të tillë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Sepse po t'ishte i vetëm si Ibrahimi, ashtu do të vepronte. Por ishte mbrapa tij, kishte fëmijë. Dhe Allahu zbriti ajete që ka periudha që nuk lejohet me hyn xhihad, përderisa s'ki forcë. Sa do të dëshironin pa besimtarët që të fusin këtë botën arabe në një konflikt të madh. E dëshira më e madhe është e Iranit, pa dyshim. Kjo dëshira më e madhe e Iranit. Prandaj këta janë a na pëlqej apo nuk na pëlqej, një e vërtetë është e qartë. Hamasi, a me vetdije, a pa vetdije, a me qëllim, a pa qëllim, kjo është çështje krejtësisht tjetër. Por që është në shërbimin e Izraelit praktikisht, kjo s've asnjë dyshim. Ata që i paraqesin si mujahidat mëdhaj, e s'na qenë ka xhihad kë me luftu me fëmijë, me gra, ky qenë ka xhihadi, ku në ajetet kuranore wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa. Allahu ka thënë Kur'an, përgatituni me forcë. Dietar thonë është për qëllim çdo mjet armatimi i ri që del modern duhet ta kesh njëjtë ose më të mirë. Sot ke një shtet në botën arabe, në lindjen e mesme, që po i merr gjitha shkaqet që me bë armatimin kryesor, pra armet bërthamore, dhe ajo është më shumë ti që luftohet për muslimanë. Më shumë ti që atiketohet për muslimanë. Pra ke një shtet, përveç Pakistanit që është ka mundohet me bë këtë armë fuqishme që me qenë stabilizues për muslimanët,
dhe kjo është natën dhe ditën luftohet dhe etiketohet për muslimanëve. Prandaj rob të Allahut, a dini kush ka qenë Khalid ibn al-Walid? Luftën e Mu'tas, pasi I kanë vrarë rreshtazi 3 ushtarët musliman, komandantët musliman, Zeid ibn Harith, pastaj Ja'far, Abdullah ibn Rabah. Ja dhanë flamurin Khalid ibn Walidit. Në atë betejë ishin 3.000 musliman, përballë 200.000-ve, diçka që nuk ishte planifikuar më herët, po ndodhi me kaderin e Allahut. Ushtrit të pabarabarta. Kur e mori komandën Khalid ibn al-Walid, Medinë ishte pejgamberi alayhis salam dhe kjo është mrekulli prej Allahut, ja mundsoi Allahu me pa luftën. Filloi me çajt pejgamberi alayhis salam, tha, tani më merr flamurin një shpat për shpatave të Allahut. Dhe përderisa ky njeri është emërtuar shpat e Allahut, nuk mund të thyhet. Nuk mund të thyhet sepse ajo shpat e Allahut. Dhe është I vetmi njeri që asnjëherë nuk ka humbur asnjë betejë. Dhe është I njeriu I cili ka vdekur në shtrat. Dhe ka thënë po vdes si plakët. Për askush se ka vrarë njeri. Khalid ibn al-Walid I mori të gjitha shkaqet, strategjitë që të tërhiqet nga lufta përderisa është me një forcë pabarabartë. Dhe çfarë veproi? Të gjithë dhe thanë mbrëmje me I ndru teshat, me I pastru, ju që ishin anën e djathtë me dalë të majtin, ju që ishin safin e parë me dalë prapa. Dhe kur rrështuan, ju tha një kalorsëve që të ngrit një pluhur të madh, sa që të mendojnë se ka ardhur një ushtri shumë e madhe prej Medinës. Dhe strategjia e tij triumfoi derisa shpëtoi ushtrinë dhe u kthyn në Medinë. Njerëzit me ndjelet thanë, ka ikur nga betejë Khalid ibn al-Walid. Por pejgamberi alayhis salatu wassalam e pëlqej veprimin e Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Andaj rob të Allahut, është lehtë të parashitesh se ti je me ata që po I luftojnë jahudit, po mbrojnë vendin e tyre. Sigurisht se çdo musliman I dhimbet, edhe çdo musliman ka dëshirë që të ketë një shtet fuqishëm palestinez, dhe kjo është dëshira dhe me emrin e Allahut kjo do të ndonë të ardhmen. Por çështja është që kur është ka bo tavaf pejgamberi alayhis salatu wassalam në Mekka, I ka thonë ja, ju ka drejtu Qabes, ka thonë ma atjabik, sa e bukur je o Qabe, wa atjab rihak, sa arom bukur ke, wa adham hurmetak, dhe sa pesht madhe ke ti, mirë po adhamu minka, edhe pesh më të madhe se sa ti ka një pik gjaku I një musliman. Pra, me rënd është qoftë edhe një plak apo një fëmijë që vritet se sa me marrë me shkatru Qabe. Andaj rob të Allahut, ne nuk mund të fajsojmë botën Evropën, botën perëndimore, sepse na ka qartësuar Allahu se çka mendojnë ata për muslimanët. Kjo është naivitet. Muslimanët duhet të çortojnë veten e tyre. Fuqia e muslimanëve është kur kthehen tauhid, kur kthehen sunne, bashkohen, I përkrajnë udhëheqësit e tyre, çështjen e politikës e lojnë duart e tyre. Nuk është në Islam që të flasin njerëz të paditur. Andaj për këto çështje që janë duke ndodhur, as nuk kanë marrën mendimin e dietarëve, siç ka qenë Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, as të Bin Bazit, as të Sheikh al-Albanit, po as edhe s'kan pranuar politikat e udhëheqësve të arab. Si ka shkur rjedha, tamam si ka dashur Izraeli dhe si ka dashur Irani. Kjo është ajo që ka vepruar Hamasi dhe ajo çka ata që e kanë mbështetur. Prandaj rob të Allahut, lutim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që të ruaj gjakin e muslimanëve, të ruaj nderin e tyre, jetrat e tyre. Dhe kjo nuk është musibeti më I madh. Kjo nuk është sprova më e madhe. Sprova më e madhe është kur njerëzit vdesin, edhe nëse janë pash, po vdesin pa iman. Prandaj kjo është sprova më e madhe. Kjo është ajo që në një aspekt neve na bën
krenar dhe lusim Allahun subhanahu wa ta'ala për gjendjen e tyre të mirë, që vdesin duke e mbrojtur besimin e tyre, vendin e tyre. Por dëmshuria është shumë e madhe, sepse çdo njeri dëshiron të jetë, sepse çështja e sigurisë edhe e jetrës së njerëzve në Islam ka peshë shumë të madhe. Edhe një qafir, një pabesimtar, një jo musliman, se termi qafir është kafir, pabesimtar, në kuptimin tekstualisht, edhe nëse nuk është musliman po e vret një njeri, padrejtisht nuk do ta shijosh aromën e xhenetit, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Por Gjihadi ka ardhur për mi mbrojt jetrat e njerëzve. Kjo është një prej urtësive të mëdha të gjihadit, që me mbrojt jetrat e njerëzve, me përhap fenë Allahut azza wa jall, po ju duke vrarë njerëz, duke përhap fenë Allahut, sepse ata, nëse muslimanët nuk kanë fuqi, neve sigurisht se ashtu siç po ndodh në Gaza, do t'i poshtrojnë edhe nuk do t'i kursejnë as jetrat jo të tyre, po të fëmijëve të tyre.